Përshëndetje dhe për juve kushtrim, ashtu si që thatë ka dështuar edhe njëherë konstituimi i Kuvendit të Kosovës, me qenë se edhe njëherë tjetër Albulena Agjiu, e cila u propozua për të 6ën herë për kryetare të Kuvendit, nuk arriti të marrë votat e nevojshme që nevojitën 61 vota për të marrë këtë post. Derisa këtë herë kemi pasur një ndryshim rezultati, megjithse jo pozitiv, me qenë se kanë qenë 54 vota për, me që kanë munguar disa deputet në këtë seancë, derisa kjo është frizuar edhe nga ish kryetari i Kuvendit të Kosovës, deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Klau Konjufca, i cili kërkoi nga opozita që të ju bashkohet një deputet apo edhe më shumë për të arritur rezultatin i cili nuk ka ndryshuar për të 6ën herë radhazi që kanë qenë të kaluarën, në fakt për të 5 herë për Albulena Agjiun që kanë qenë 57 vota për ndryshe para pak minutash patëm edhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili shkoi nga objekti i Kuvendit të Kosovës për në zyrën e tij në qeveri, por që edhe këtë herë refuzoi të përgjigjet në pyetjet e gazetarëve, ashtu siç kanë refuzuar edhe ministrat në detyrë, siç ka qenë edhe Xhelal Sfeshla, i cili na ka uruar ditë të mbar, por edhe ka thënë se është një mot i mirë, por që nuk ka planuar të flas rreth çështjes së Kuvendit dhe në rast se kanë ndonjë zgjidhje për të ardhmen apo do të shkojë situata e njëjtë siç ka shkuar deri më tash. Pra Kuvendi i Kosovës për të 8ën herë radhazi ka dështuar që të konstituohet, derisa deputetët do të mbledhen sërish të ejtën, që është me datën 1 maj të këtij viti, për të vazhduar dhe për të parë nëse do të ketë ndryshim, ndërkohë që partitë politike nuk është se kanë pasur ndryshim qëndrimesh as edhe në këtë të martë apo edhe në këtë ditë që janë mbledhur, duke thënë se Vetëvendosja është duke e pezulluar apo është duke penguar formimin e konstituimit edhe formimin e institucioneve të vendit, ndërkohë që kemi parë që nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës është kërkuar edhe ndihma e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të gjetur një zgjidhje për situatën e krijuar. Domethënë kjo ka qenë pak a shumë dita që është pothuajse themi e njëjtë, me gjëra të njëjta siç kemi parë deri më tash, me qenë se Kuvendi po mblidhet çdo 2 ditë apo çdo 48 orë për të vazhduar dhe për të parë nëse do të arrijet të konstituohet legjislatura e 9. Dori, po shpresojmë shumë që herën tjetër në rreth e rrotull do e kesh një lidhje ku t'na tregosh që tashmë është konstituar Kuvendi, është bërë kryetaria e Kuvendit, edhe ndoshta mandena edhe që kanë shkuar në zgjedhje. Faleminderit shumë Dori. Shohim, Kaldrin, se ndoshta edhe kjo dëshira jote mund të plotësohet.